يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd, hamdi dhe të gjitha falenderimet I takojnë Allahu subhanahu wa ta'ala, krijuesit të gjithësisë, salavatet dhe selamet e përzemërta, qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, shokët e tij dhe të gjithë ata që e ndjekin në rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër dhe motra, Allah I ka bull këtë ditë agjërimi dhe çdo ibadet tjetër që e bojnë për Allahun subhanahu wa ta'ala. Vazhdojmë me hadithin e Gjibrilit, I cili është I njohur tek dietarët si hadithi I Gjibrilit, dhe pron që na fol diçka lidhje me cilësitë e Allahut, apo fillon të flasim lidhje me cilësitë e Allahut subhanahu wa taala dhe I përmendëm 4 cilësi dhe tham për ta besuar Allahu subhanahu wa taala pikë së parë duhet ta besosh ekzistencën e tij. E kur e beson ekzistencën e tij, pastaj vjen ta besoj se ai është një. Pra ai I cili ekziston dhe ansundus I kësaj gjithësie është Allahu I cili është një. Dhe ai I cili është një, është I përhershëm pa fillim. Po është ai I cili është I përhershëm pa fillim, është edhe I përhershëm pa mbarim. Këto pra ishin 4 cilësitë e para që folëm për on. Vazhdojmë me cilësi tjera dhe inshallah son do të mundohem të kryejna. E pesë është vetë ekzistenca, el-qiyamu bi nafsi. Allahu nuk ka nevojë për asgjë. Kur thojmë Allahu ekziston vetvetiut, do të thonë s'ka nevojë për askën. Ne ekzistojna, po ekzistenca jon ka nevojë për për Allahun. Kul huwa Allahu ahad, wa Allahu është një, Allahu samad, ai s'ka nevojë për askën. Wa huwa ghaniyun 'anil alamin, Allah është I pasur, pra nuk ka nevojë nga botërat. Bota e xhinëve, bota e melekëve, bota e njerëzve, bota e kafshëve, bota se ju thon, ku thojmë në kur lexojmë el-Fatihan, elhamdulillahi rabbil alamin. Falënderimi, hamdi takon Allahut, Zotit të botrave. S'ka thon Zotit të botës, po Zotit të botrave. Çfarë do botë qoftë ajo? Bota e melekëve, se ata kanë botën e vet si jetojnë. Me xhinët e kanë botën e vet si jetojnë, njerëzit, kafshët, shpenzët, insektet e kështu me radhë. Po Allahu është Zoti I gjitha botrave. Apo qoftë bota e kësaj dunjoje ku jetojmë, po bota tjetër e ahiretit, Allahu është Zoti I gjitha botrave. Pra Allahu nuk ka nevojë nga botërat, nga krijesat e tij. Pse I ka kriju me lajket, I ka kriju xhinët, njerëzit, na ka urdhëruar me namaz, me Ramazan, me haxh, me zakat, ai s'ka nevojë për këtë. Se është I pasur, domethënë s'ka nevojë për askën. Allah nuk ka nevojë për krijesat e tij, ndërsa të gjitha krijesat kanë nevojë për Allahun, për çfarë do në çfarë do rasti, në çfarë do gjendje, çfarë do lëvizje qoftë e vogël, ne kemi nevojë për Allah subhanahu wa taala. Edhe rrahja e zemrave apo lëvizja e shikimit, ngjatën majtë, kemi nevojë për Allahun, se nëse nuk don Allahun, na nuk mundemi bën këtë. Pra Allahu është el-Qayyum, ai I cili ekziston vetvetiut, ndërsa çdo gjë tjetër ekziston nga ai. Pra me krijimin e tij, me vullnetin e tij, me dëshirën e Allahut, me fuqinë e tij ekzistojnë ana. Pra na shpesh përdorim fjalën nëse don Allahu. A kemi marrë nesër nëse don Allahu, inshallah. Pse se nëse nuk don Allahu, nuk e ka caktuar Allahu, ne nuk mundem me bë. Nuk mundem me ardha në xhami, as në punë, as në shtëpi, as kurrë. E Allahu, cilësia e tij është el-qiyamu bi nafsi, vetë ekzistenca. Cilësia e 6, plot fuqia, el-qudra, Allah është I plot fuqishëm. Po ai cili është ekziston, është një, pa fillim, pa mbarim, jeton vetvetiut, ai është I plot fuqishëm për gjithçka. Allah është I fuqishëm për çdo gjë. Asgjë që është e mundur racionalisht, pra racionalisht, çdo gjë që është e mundur, nuk ka asgjë prej kësaj që është e pamundur për Allahun Teala. Pra nuk është e vështirë për Allahun Teala. Çdo sen që është e mundur racionalisht, nuk është e vështirë për Allahun. Imam Abu Hanife rahimahullah thot, Allah është I fuqishëm, por jo si fuqia jon. Na jemi të fuqishëm, po fuqia jon e ka një kufi. Po shem të I fuqishëm deri 50 kg mi bajt. Si të bën 55-60 nuk mund mi bajt. Qëtë është I fuqishëm deri 80 kg mi bajt, po si të bën 85 nuk mund, ha? Ne thonë jemi të fuqishëm, por e fuqia jonë është e kufizuar deri diku. Ne jemi të fuqishëm ndryshe kur I keni 20 vjet.
Ndryshe kur i ke 30, kur i bën 50, 60, 70 veç fillon të mu dobësu, apo? Do të thonë se ke njëjtën fuqi. I fuqishëm për diçka që nuk i fuqishëm. Do të thonë fuqia jonë është e kufizuar. Allahu është i fuqishëm, po jo si fuqia jonë, e cila herë është e fortë, herë dobësohet e kështu me radhë. Kur them se asgjë që është e mundur racionalisht, tash gjykimi racional, në gjykojnë ndonjë me arsye apo. E gjykimi racional në Islam ndahet në 3 lloje: e domosdoshme, e pamundur dhe e mundur. Pra në këtë botë, racionalisht është ose ka diçka e domosdoshme, është diçka tjetër e mundur, diçka e pamundur dhe e mundur. E domosdoshme, e pamundur dhe e mundur. E domosdoshme racionalisht. Çka është e domosdoshme racionalisht? E domosdoshme racionalisht është ajo që mendja nuk mund ta imagjinoje mos ekzistencën e tij. Ai kush është Allahu. Pra racionalisht Allahu ekziston. Dhe është e pamundur, pra logjika jonë, imagjinata jonë nuk mund ta imagjinon mos ekzistencën e Allahut. Sepse ai është krijuesi i kësaj gjallësie. E si të ekziston e gjallësia e mos të ekziston krijuesi i gjallësisë? E racionalisht nuk pranohet mos ekzistenca e Allahut. Por ekzistenca e Allahut është e domosdoshme. Se përderisa ekziston dunjoja, ekziston pra Allahu, krijuesi i saj. E dyta e pamundur racionalisht. Çka është e pamundur racionalisht? Ekzistencën e së cilës mendja nuk mund ta imagjinojë, siç është ekzistenca e një partneri apo shoku për Allahun. Nuk ka të ditën. Pra është e pamundur racionalisht me ekzistu kjo, cila me pas Allah një ortak apo një shok apo më kon njëjtë si Allahu. Kjo është e pamundur racionalisht. Pra para ishte domosdoshme ekzistenca e saj, e cila është Allahu, ekzistenca e tij. E dyta është racionalisht e pamundur. Çka është e pamundur? Me pas Allahu shok. Dhe e treta e mundur racionalisht. Ajo është që mendja imagjinon ekzistencën e saj ndonjëherë dhe mos ekzistencën e saj ndonjëherë. E këto janë krijesat. Pra ekzistenca jonë mundem me imagjinu ekzistencën e tonë, po edhe mundem me imagjinu mos ekzistencën e tonë. Pse? Se para disa vite s'kemi qenë. Kush i ka tash 45 vjet, para 46 vjetës s'ka ekzistu. Kush i ka tash 70 vjet, para 71 vjetëve nuk ka ekzistu. Kush i ka tash 70 vjet, nashta mas 10 vjet, 15 vjet, 20 vjet nuk ekziston. E ç'kjo është e mundur racionalisht, do me thonë, i mendja jonë, imagjinata jonë mund ta imagjinon ekzistencën e saj ndonjëherë, mos ekzistencën e saj ndonjëherë. E tash kur flasim për fuqinë e Allahut, El Qudre, thojmë Allah është i fuqishëm për çdo gjë që është e mundur racionalisht. Nuk thojmë Allah është i fuqishëm, me thonë, jo, dikush e bën pyetjen me thonë, Allah është i fuqishëm me kriju një si të njëjtin si ai? Përgjigja nuk duhet me thonë as po as jo. Nëse dikush thot, a mundet Allah me kriju një si vetveqja? Përgjigja nuk duhet me thonë as po as jo. E si duhet me thonë përgjigja? Përgjigja është fuqia e Allahut nuk ndërlidhet me të domosdoshmën racionalisht dhe me të pamundurën racionalisht. A është Allah i fuqishëm me kriju një si vetveqja? Me thonë jo, pe ban Allah të pa fuqishëm. Me thonë po, Allahun, atë po kjo po tregon se Zoti pas ka fillim. Se përderisa thon po Zoti mund me kriju një si vetveqja, e çdo krijesë ka fillim, apo? Allah nuk është i kriju. Me thonë dikush, Allah xhaleshanuhu a mund të mos ekziston? A është i fuqishëm që ai mos ekzistojë? Përgjigja nuk duhet më kohë, as po as jo. Çka duhet më thonë? Fuqia e Allahut nuk ndërlidhet me të domosdoshmën dhe nuk ndërlidhet me të pamundurën. E me çka ndërlidhet fuqia e Allahut? Me ajo që është e mundur racionalisht. Pra me thonë, a është e mundur Allahu me bën natën ditë? A është e mundur. A është e mundur Allahu tash dielli është pika verës është me robor. A është e mundur? A është e mundur. Racionalisht është e mundur. A është e mundur Allahu tash të më merr mu jetën? A është e mundur. A është e mundur kjo? A është e mundur ajo? Për krijesat që hinë në krijim, që i ka kriju Allahu, për këto mund të përdorë fjalën është i fuqishëm Allahu me bën këtë, mund themi po e bën. Me ndryshu këtë, po është i fuqishëm Allahu. Ama tek Zoti, a mund Allahu mos me ekzistu? A mund Allahu me kriju një si vetveqja? Përgjigja nuk duhet më kohë as po as jo, por duhet më thonë fuqia e Allahut nuk ndërlidhet me këtë. Fuqia e Allahut ndërlidhet me të mundurën, e cila është e mundur racionalisht.
Pra kjo lidhe me fuqinë e Allahut. Cilësia e 7 vullneti, el irade. Çdo gjë ndodh me vullnetin e Allahut dhe vullneti i Allahut nuk ndryshon. Çdo gjë në këtë botë ndryshon me vullnetin e Allahut. Ka dashur Allahu me ndodhë çështën dhe ka ndodhur. Nuk ka dashur Allahu me ndodhë çështën dhe nuk ndodh. Vullneti i Allahut nuk ndryshon. Në vullneti jo ndryshon. Për shembull tash kam qef atë pe vendosim me shku diku misafir. Po mas 5 minuta mu i mira pishman. Ndryshon vullneti jo. Pse? Se vullneti jo është nën vullnetin e Allahut. Allah Teala thon në Kur'an: "Wa ma tashauna illa an yasha Allahu rabbul alamin." E çka mund të dëshironi ju përveç asaj që dëshiron Allahu. Pra dëshira juaj është nën dëshirën e Allahut. Nëse don Allahu, realizohet dëshira jote. Nëse nuk don Allahu, nuk realizohet dëshira jote. Të arabët thonë një fjalë shumë mirë, nuk është haditha, diçka jeta Kur'ana, po arabët e përdorin thotë anta turid, ana urid, wallahu yaf'alu ma yurid. Ti don, unë du, Allahu bën çka don. Pra unë të i bojnë planet për nesër. A kena me shkuën punë, a kena me bon këtë, a kena me bon atë, bojnë plan apo. Ama në fund del ajo që don Allahu. Pra dëshira jona është në vullnetin e Allahut, në dëshirën e Allahut dhe ajo realizohet me vullnetin e Allahut subhanahu wa ta'ala. E tajta gjithë djenia, el ilm, Allah i ditë të gjitha gjërat para se të ndodhin. Pse po thënë para se të ndodhin? Se dija jon, dituria jon varet prej ndodhive, prej ngjarjeve. Kur ndodh diçka ne e dina, para se më ndodh nuk e dina. Për shembull, na para se marr në xhamia, kena di se kush ka më kon xhami. Bilas për hoxhën se keni ditë se është e mushë me mungu apo i ndodh diçka, na aksident, na smuje, na pengesë, zvekë hoxha apo. Domethënë si sigurt në 100% se hoxha vjen. Haj për xhamatin mujna me thonë vjen asvën se i det dëni punë, ama vallahu hoxha pa tjetër. Ja pa tjetër, na është pa tjetër më ku hoxha, mo. A është e mundur mos u paskon? Është e mundur. E kemi ditë nëse kush janë sonë në xhami, kush vjen në xhami, nuk e kemi ditë. E kur të vinë këto në xhami e shohim, na kanë filoni. Dhe me thot, dituria jo në varë prej ngjarjeve, dituria Allahut nuk varë prej ngjarjeve. Aja ditë kalumën, tashmen edhe tashmen. Edhe i di se indet para se mendoj si kanë mendoj. Edhe di atë, ku thujnë na dënerë, për pak kështë umit, kështë e bon një ndjeshe, kështë e bon këtë. Nuk do dhe ja po. Allahu e din nëse kishtë do si ka pas mendoj. Ana nuk e dina. Dhe me thot, Allahu e din të kalumën, tashmen edhe tashmen, din gjithë shka. E për këtë nuk lejohet me thonë dikushi, që këtë sen nështë a Zotin se di. Quftë një sen i vogën. Nuk lejohet me thonë, se Allah është i gjithdishëm. Nëse thu Allah nuk e din këtë, apo nuk e di këtë, atër i përshujtë Allah të mangësi. Se mosdija për një sen, është mangësi. Si Allahu i ka kriju gjithësijën krijesat e ti, e mos me di diçka për krijesat e ti? Për afërsisht, me afru pak si shembull. Ai cili e prodhon për shembull një kerr. Edhe ja di kret, mo ke qoshet, ke sene që ja di. Ai është pak në çmim për ta më thonë, nuk i di do sene. Çish nuk i di, ai ka bën këtë kerr, na. Apo ai cili ka ndërtuar një shtëpi apo një diçka i mjeshtri, ai ki po din detaj këtë, çka kanë bën këto, këtë kam nuk të bën makinë në shtëpi, tof, këtë bëjmë me fleqë kujton këtë si ka bën. Edhe krijes me krijes. E si Allah Gjeleshani ka kriju gjithësien, ka kriju e gjinë, me lajke, njerëz, gjithë shka, edhe me thonë nuk e din këta, dhe me thonë nuk pe di kanë sundimin e ti që kanë të ndohë dhe shka nuk kanë të ndohë. Allah është i gjithdishëm dhe din gjithë shka që ndohë dhe dituria ti nuk varet nga ngjarjet dhe ndodhit. Imam Ebu Hanife, rahimullah, thot, a i di, por jo është si dim ne. A i din, por jo si dim ne. Na kada tu mësu, të nështu dituria, dëner të nështu dituria, të kalumë që e kina mësu dëner, i harrojnë atë dësejnë. E harrojnë që e kina bon gje, par gje, e që e kina bon sot, që e kina mësu në fillore, në shkollë, klasën e para, të kujtuata, e kina mësu atë abetarën, ama hajde kaldoj, kej që e kina mësu atë kujtuan, e ki harru. Apo pak më herë që e kina mësu diçka, atë kujtuan, e ki harru. Atë për Allah nuk thot, Allah i ka harru, të kalumën. Apo nuk e di që ka me ndohë të armën, e di të kalumën, të ashmen edhe të arshmen. Për këtë pra a i di, për jo ashtu si dimne. E nota të dëgjuarit, e sema, Allah dëgjon gjithë shka, të dëgjuarit e ti është pa vesh dhe pa asë një mjetë tjetër. Se vesh i si vesh asë i kryumë, Allah i ka kryu. Elemente tjera të ndëgjimi që i kemi na, janë të kryuara. E të ndëgjuarit e Allah nuk është me vesh, apo me mjetë tjera. Se tha me promna, dëgjimi jonë dë njerë dëpsohet.
Ndonjëherë dëgjimi jonë na mashtron. A më thira, s'm thira, a më përmendë emrin parzit e mua jo. Jo, më duk, më bëni veshi. Dëgjimi jot, kur je më i ri dëgjon më mirë. Tu fillu tu plak, tu dobëson dëgjimi, apo? Ndonjëherë duhet minuta të bateria, që ti përmendim më mirë. E dëgjimi jonë varet prej veshit, prej mjeteve të tjera që i ka kriju Allahu, prej të cilit përbohet veshi dhe të dëgjuarit tonë. E të dëgjuarit e Allahut nuk thotë Allah dëgjon me vesh, e për këtë nuk lejohet të thotë fjala që e përdorin disa fjala jote në vesh Zotit. Nuk bën me thonë. Se Zotit nuk i pushut vesh. As gjuhën arabe sa ndonjë tekst në arabisht, në hadith apo në Kur'an apo diku. Ku e di ku e kanë nxjerrë shqiptarët e përdorin këtë fjalë, fjala jote në vesh Zotit. Jo, mund me thonë fjalën tonë, çka që e thau inshallah Zoti ta pranon. Por shembull ta them një fjalë të mirë, në vend se me thon fjala jote në vesh Zotit, sa të nashta kanë qëllimin Zotit ta pranoj, sa dhe ta pranoj këtë fjalë. A më shprehja nuk thot për Allah në vesh Zotit, fjala jote në vesh Zotit. Se nuk ka kurkon as Kur'an as hadith që përdor ç'kjo shprehje, ç'kjo fjalë, veshi për Allahun. As si metafor, as si drejt për drejt. E për këtë nëse ta thot dikush një fjalë të mirë, thuj Allah ta pranoft. Inshallah Zoti ta pranon. As nuk ban me thonë fjala jote në vesh Zotit, as nuk ban me thonë inshallah Zoti ta e kanë niç këtë fjalë që thao ti. Apo inshallah Zoti s'ta ka niç këtë fjalë që thotë. Kjo është mangësi për Allah. Me thonë inshallah Zoti s'e ka ni. E cilësia e sama, Allah dëgjon gjithçka. Çka bën që dash? Ti po shkon mangësi. Allah dëgjon gjithçka. Dhe Allahu të dëgjuarit e tij nuk kanë sikur të dëgjuarit e krijesave. Thot Imam Ebu Hanife rahimullah, ai dëgjon dhe të dëgjuarit e tij nuk kanë si i ini. Pra ai nuk dëgjon si ndëgjojmë ne. E dhejta të pamërit, el basar, Allahu sheh gjithçka, të pamërit e tij është pasi dhe pa asnjë mjet tjetër. Siç thot Imam Ebu Hanife rahimullah, se ku i përmend cilësitë e Allahut Ebu Hanife, këtë i përmend çton edhe jep kanë shpjegim. Thot ai sheh, por jo ashtu siç shohim ne. Na shohim e kemi sinin, në sinin mrejta ka ato mjetet prej të cilë përbën të pamërt të sinit e gjithçka, të pamërt të tonë është i kufizum. Shohmi drejt të zidi këto, i jashtë ka nuk e shohmi. Që atë rruta, që le drejtarën atë rrutë nuk sheh kur gjë jashtë. A kur atë drita sheh pak më lart. Notën në terr, bën dyshek, i shoh krejt dritët, gishin ta nuk e sheh, përpara se një vekë, nuk e sheh. Dënja ku shikon pak më lart duhesh me nu durën, të pengon ditët, të pengon drita se shikimi jonë na shohim, por shikimi jonë është i kufizuar, sepse është i përbën prej mjeteve, është i krijuar, ndonjëherë dobësot, ndonjëherë ki ma të fortë shikimin, ndonjëherë duhesh me nusiza, por e pa diçka shumë larg me dilbiet pastaj e kështu me radhë. Pra ai sheh, por jo ashtu siç shohim ne, thotë Imam Abu Hanife, pra Allahu sheh gjithçka, të pamërt e tij është pasi dhe pas një mjet tjetër. Cilësia 11 el hayat, jeta. Allah është i gjallë dhe jeta e tij është pa shpirt, pa mish dhe pa zemër. Pra jo se është jeta jonë. Jeta jonë është e përbën prej çkajt, prej shpirtit, është e përbën prej mishit, është e përbën prej gjakit, prej zemrës e kështu me radhë. E kur thojmë Allah jeton, jeta e tij nuk është siç është jeta jonë. Ai është i gjallë dhe nuk vdes kurrë. E argument sipas arsyes se Allahu jeton, pra një cilësi e ka jeta është wujudu hadha al-alam, ekzistenca e kësaj bote. Por derisa kjo botë ekziston, do të thonë Allahu se argument, kjo botë është argument, fakt se Allahu ekziston dhe jeton. Pra është ai i gjallë, nuk vdes kurrë. Të 12-t, apo cilësia 12 është të folurit, el kelam. Allahu flet jo siç flasin krijesat e tij. Nëse si flasim na me shkronja, me zon, me buzë, me gjuhë, fitin, për këtë dalin zanorët, për këtë dalin shkronjët e zoni, e kështu me radhë, këto përbën për me dalë fol na me thoni fjali, mu shprej. Folmi në gjuhën shqipe, a qëtër në arabisht, a qëtër anglisht, a qëtër frëngjisht, e kështu me radhë. Kurse të folit e Allahut është pa zon, pa shkronja, pa gjuhë dhe pa organe, dhe mjete me të cilat flasin krijesat e tij. Dhe të folit e tij nuk është arabisht dhe as ndonjë gjuhë tjetër. Pra nuk i përngjan të folit të krijesave, sepse na folim me zon, me shkronja, edhe ndonjë gjuhë, arabisht, frëngjisht, anglisht e gjuhë të ndryshme të botës. Tash më një herë në krije lind pyetja, po hoxha ju a thoni se Kurani është fjalë e Allahut, e Kurani është arabisht. Kurani është arabisht, po. A themi se Kurani është fjalë e Allahut, po. Po që kjo e cila lexojmë në Kur'an? Bismillahirrahmanirrahim, be, sin, pastaj mimi, bismi.
Njerë vjen bëja, të na vjen sini, të na vjen mimi. Që kjo bëja është e krijuar, sini është e krijuar, mimi është e krijuar, zoni që po del është i krijuar, bush që po i lëvizmi janë të krijuar. E po çka pi vjen kjo tash kuroni fjalë Allahut, Allah nuk fol arabisht. Sepse gjuhë që janë të krijuar. Gjuha arabe nuk është gjuhë e cila ekziston pa fillim, se vetëm Allah është pa fillim. Gjuha shqipe nuk ka një gjuhë e cila s'ka fillim, se vetëm Allah s'ka fillim. E gjuhë që njohin asë na përbohet, ato kanë fillim dhe janë të krijuar. E kur themi kuroni është fjalë Allah, do të thonë është fjalë e cila dëfton atë me të cilën ka dashur me urdhëru Allah dhe me na ndalu. Pra Allah xhallahu ka urdhëruar lapsin dhe e ka shkruajtur lapsin Lauhi Mahfuz Kur'anin, atë që ka dashur Allahun. Dhe prej asaj që ka dashur Allah, lapsi ka kuptuar dhe ka shkruajtur Lauhi Mahfuz. Pastaj Xhibrili alayhis salam prej Lauhit Mahfuz e ka marrë Kur'anin komplet edhe e ka zbrit në qilën e dënjos. Qila e dënjos është qila që e shohim ne. E ka zbrit komplet Kur'anin në qilën e dënjos. Pastaj prej qilës dënjos e ka zbrit brenda 23 vite pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Sipas nevojës, njëherë një ajet, 3 ajete, 5 ajete, një sure, kështu me radhë brenda 23 viteve ka zbrit Kur'ani Xhibrili alayhis salam prej qilës dënjos deri në tokë. E kjo, e cila lexojmë në Kur'an, kjo dëfton atë me të cilin ka dashur Allah me na urdhëru dhe me na ndalu. Nuk themi na se Allah i ka thonë Xhibrilit alayhis salam Qul huwallahu ahad, bashkë shon lexojmë na Qul huwallahu ahad. Se ka shkruanja, ka zonë dhe ka është gjuhë arabe. Për shembull ne ku thojnë ata shumë më apo ju një piqe, me thonë çka thanë sot gazetët e Zvicrës për luftën në Palestinë për Gaza. Çka ka thonë për shembull ajo gazeta 24 orë, që apo që 20 minutë. Më thonë çka tha sot për luftën në Gaza. Ju keni më nisur ka dhush shqip apo? Than kështu, ama ajo gazeta s'ka shkruajtur shqip, ka shkruajtur frëngjisht. Apo tash më vjen që u e shqip, ju them ç'se di frëngjishën, kallxojmë çka tha gazeta sot për luftën në Palestinë. Shembull, ëh. Ju keni më nisur me thon, than kështu ishin rraqe kaç, ama ato s'e kanë shkruajtur shqip, ti të më kallxoj shqip. E çka po më kallxoni ju? Po më kallxoni atë që e keni kuptuar. Kjo për më afru pak më, ëh, jo se ç'është me Kur'anin me fjalën e Allah, por më kuptu pak më thjesht. Ju po më tregoni atë që e keni kuptuar prej gazetës. Edhe po më tregoni na gjuhën që e kuptoj unë, edhe që kuptoj mu në mes veti. Edhe Kur'ani, kur thojmë Kur'an është fjalë e Allah, do të thonë dëfton atë me të cilin na ka urdhëruar Allahu, na ka ndaluar Allahu dhe ngjarjet historike që na i kallzon në Kur'an. E për këtë na thojmë Allah i foli Musait alayhis salam pa ndërmjetësim të librit dhe as të melekut, për këtë shkak Musa quhet Kelimullah, atij që i ka folë Allahu subhanahu wa ta'ala. Imam Abu Hanife çka thotë? Ai flet jashtë ose flasim ne. Ne flasim me anë të organeve, të folurit dhe shkronjave tingujve, ndërsa Allahu flet pa mjet dhe tinguj, sepse shkronjat janë të krijuara, ndërsa të folurit e Allahut nuk është i krijuar. Kështu thot Imam Abu Hanife në Fiqhul Akbar. Një shembull tjetër, na shpesh thojna se me'tu ilme fulan, e kam dëgjuar diturinë e filanit. Allah e kam dëgjuar diturinë e hoxhës, mashallah filan hoxha filan Qësh e kënë dëgjuar të diturin, qash e ka në krije, të regjistruar në krijen e tij atë diturin, çka e kënë dëgjuar? A janë dëgjuar, nuk dëgjohet, sa është regjistruar në zemër, në krije, në tru është, e shkon dëgjuar ti, e dëgjuar prej hoxhës atë që e ka brenda, e dëgjuar prej mësuesit atë që e ka brenda, e dëgjuar prej doktorit atë që e ka brenda, edhe ai me gjuhën e tij ta shpjegoj. Domethënë e dëgjuar diturinë e filanit, domethënë e dëgjuar atë që difton diturinë e filanit. Apo kur thojmë na, tash me dal një frime madhe, një erë madhe, një shi madhe dhe ban rrafshin e kësajde. Shka thojna? Kshi fuqinë e Allahut. Ta i të pa fuqinë e Allahut? Jo, shiko çka po ban fuqia e Allahut. Pra që kjo shka po rëzon, shka po shkatron këto erë madhe, shka po rrafshon, kjo tregon për fuqinë e Allahut. Se me fuqinë e Allahut është ndodh kjo. A na shka thojmë? Shiko fuqinë e Allahut. Ti nuk e shef fuqinë e Allahut. E shef atë që po ndodh me fuqinë e Allah subhanahu wa ta'ala. Dhe cilësia 13, pagjashmëria me krijesat, el mukhalafatu lil hawadith, Allah nuk i përngjan askujt në asnjë mënyrë. Ai nuk ka trup dhe nuk ka formë, nuk ka qenje si qenja e Allahut, nuk ka cilësi si cilësitë e Allahut dhe nuk ka vepra si veprat e Allahut. Pra kur thëmë Allah nuk i përngjan kurkujt, pra nuk i përngjan në asnjë mënyrë. Pse po thënë në asnjë mënyrë, se na për shembull njerëzit mes vetë përngjajnë apo? Çish përngjajnë? Na është fotokopje jo 100%, po të disi unë disi.
Ti një hun. Po ti ki 2 metra, unë kam 1,70 m shembull. Këto s'po përngjaj, po ti ki 80 kg, unë kam 60 kg, këto s'po përngjaj. Po ti i bardh, unë i zi, këto s'po përngjaj. Pse në disa mënyra pi përngjaj, në disa jo. Po disa sejnë janë i përngjaj 100%. Për shembull tavolina, fabrika ka bën çka tavolin, i ka bën 1.000, 10.000, 50.000 si tavolina. Ku ti mish të tavolinë, këtë përngjaj një me tjetrën kështu fotokopje, Edhe ajo preket, kjo preket, e bardh, kjo e bardh përngjaj 100%. E Allah xhaleshan nuk i përngjan krijesave në asnjë mënyrë. As shumë e thon kopje, komplet mi përngjan, pas në pjesërisht nuk i përngjan. Pse sa është krijues? Krijuesi nuk i përngjan krijesave. Se sikur Allah të na përngjaj neve, atëherë do të ishte e lejueshme, çka është e lejueshme për ne, të ishte e lejueshme për Allahun. E për ne është e lejueshme si krijesa me pas fund, atëherë do të ishte e mundur për Allahun me pas fund. Për ne krijesave është e mundur me pas mangësi. Në disa sene, atëherë për Allah do të kishte edhe mangësi. E për këtë Allah nuk ju përngjan krijesat e tij në asnjë mënyrë. Dhe e fundit cilësia 14, krijimi e tekuin. Allah është krijuesi çdo sendi, ai ka krijuar gjithësinë dhe çka ka në të. Allah krijon nga asgjëja, ai sjell në ekzistencë gjithçka, pa kurfar modeli, çdo krijim është i lehtë për Allahun. Pra kur thëjmë Allahu krijon, do të thotë nga mos ekzistenca në ekzistencë, pa model. Se na njerëz e keni pa në thonë filon e kish kriju një faqe internet, e kish kriju kujt diçka. E ka kriju, pa e ka pas një model diku e ka marrë. Kërkushi nuk bën diçka pa pas një model apo pa ia dhënë Allahut pak një ide se si më bën. Allah krijon nga mos ekzistenca në ekzistencë pa model. Dhe çdo krijim për Allahun është i lehtë. A krijoi arshin, a krijoi një krijes në bubrrec, për Allahun është njëjtë. Zvan me thonë Allah, për Allah në është e vështirë, arshi akon i vështirë me kriju se në është krijesa me madhe, a për bubrrecin e ka kriju shumë lehtë. Jo, për Allah në gjithë shka që ka kriju, është e lehtë për Allah subhanahu wa ta'ala. Dhe në fund, çdo njeri beson se nuk mund të ketë shkak pa shkaktar, nuk mund të shkruhet pa shkronja, nuk bëhet gjallësa pa gatues, nuk bëhet puna pa punëtor, nuk mbillet bima pa mbjellës, pra nuk ka krijesa pa krijues. Kështu thot një dietar shqiptar Wahbi Suleiman Gavoçi në librin e tij Degët e besimit. Kështu e bën një shembull se këta shështin shkruajt me dikon. A shkon me një se dikush e ka shkruajt, vetë nuk ka shkruajt. Kur shkoj te shtëpia në akşam, vjen pi pune, për iftar shkon, e shet tavolina me bukë, këtë të mirat. A bon vetë ta dikush e ka përgatitur. Ka përgatit dikush. Ku të bim pi tokë, a vetë bina i ka mbjell dikush, Po edhe kjo gjithësi që ekziston, e ka kriju dikush. S'ka vetë ty, bum, shkaptojnë ajo, bum ka bom edhe ka, jo, bom peshurin palestinë shka bom, do me bom. Bom nuk ta rregullon gjithësien, bom veç këta shkatërron gjithësien. E kjo gjithësia kriju me dëshirën dhe fuqinë e Allah subhanahu wa taala. Por këto janë 14 cilësitë e Allah subhanahu wa taala që e kemi obligim çdo musliman mukellef të din, edhe pse nuk e din me ren, apo nuk e din kësh në komplet 14 me ren, por t'ja vdi kuptimi. Kur ta ndëgjon në cilësitë Allah se Allah dëgjon, ta din se Allah dëgjon pa vesh edhe pa mjetet me të cilën dëgjojmë ne. Kur ndëgjon cilësinë Allahu flet, jo së të folët e tonë. Allah jeton, jo si jeta jonë. Allah është i fuqishëm, jo si fuqia jonë. Pa që këto kuptimet i di këtë 14 cilësitë e Allah subhanahu wa ta'ala, të cilët janë në Kur'an dhe në hadithe sakta të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sepse ne kështu e njohim Allahun. Si e njohim në Allahun? E njohim nëpërmjet cilësitë të tij, emrat të tij, me të cilët na i ka sjellë në Kur'an. Ne lutim Allah subhanahu wa ta'ala që të na shton detyrinë tonë dhe të veprojmë me këtë deturi, na i forcon imanin tonë, na bën të mundshëm të jetojmë besimtar dhe të vdesim besimtar, e kush vdes besimtar, ai ka shpëtuar në dunjë dhe në ahiret. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një ditë i tha Umayt radhiyallahu anhu, ja ibn al-Khattab, o i biri Khattabit, di lajmëroj njerëzit se nuk ka për të hyrë në xhenet përveç se shpirti i cili ka vdek besimtar. Pa vetëm me këtë besim, njeriu shpëton botën e ardhshme. E lutem Allah subhanahu wa taala të jemi të qëndrueshëm në këtë besim deri në frymëmarrjen e fundit, derisa të dorëzojmë shpirtin dhe në fund e lutem Allahun kur të dalim prej kësaj bote, të dalim duke thënë fjalën e shpëtimit, fjalën la ilaha illa Allah, Muhammadur Rasulullah, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha.